Ramazani edhe na dhuron, por edhe na kultivon forcën e durimit dhe të vullnetit. Më lejoni të përmendi një pjesë të ajetit 76 nga kaptina Nisa. Thot Allahu fuqiplot, inna kejde shejtani kana dhaifa. Me të vërtet, kurthat e shejtanit janë të dobta, janë shumë të pafëqishme. Duke u nisur gjithmonë nga ato njohurit bazike se shejtanin e kemi armik të hapur. Shejtani është armik i përbetuar i njeriut. Allahu fuqiplot gjithmonë edhe na kujton një të vërtet të madhe, se sado që intrigat, hilet, kurthat, djallëzit e cytit e shejtanit janë me të vërtet djallëzore, në fund Allahu të regon se gjitha intrigat dhe kurthat e shejtanit janë të dobta. Kjo është për të na jap neve zemër, për të na trimnu, për ta kuptu këtë të vërtet. Tani, kjo është ajo ana teorike. Ramazani këtë teori praktikisht na mëson. Shiqoni si Ramazani dhe ky muaj i bekuar na kultivon neve forcën e durimit dhe të vullnetit. Nëse kemi parasysh durimin ton kur ne abstenojmë prej ushqimeve, prej pijeve, prej marrëdhënieve intime e tjerë. Por Ramazani na kultivon edhe një lloj tjetër të durimit. Shiqoni njerëzit kur janë ata agjerushëm, qysh arrin me lejnë Allahut me pas një vet kontroll mbi veten e tyre. Qysh arrin ta kontrollojnë ta menaxhojnë hidhrimin, mllefin, egon e tyre. Në të njëjtën kohë, vullneti kultivohet një vullnet i jashtëzakonshëm. Shiqoni njerëzit në mënyrë të vullnetshëm, si arrin ta kontrollojnë veten dhe në mënyrë shumë të vullnetshme arrin të ngriten në grada të larta edhe të sjelljes, edhe të mirësjelljes, edhe të durimit, edhe të vetë kontrollit e shumë gjërat e tjera. Prandaj, forca e durimit dhe vullnetit është një prej këtyre mësimeve dhe prej leksioneve shumë të mëdha që shkolla hyjnore e Ramazanit na dhuron, gjithmonë duke e patur parasysh edhe atë mësimin që e nisem me pjesën e ajetit 74 të kapitullës Nisa, intrigat dhe kurthat e shejtanit janë të dobta. Dhe kur ti e din që sado që një kurth dhe një intrig e atij të mallkuarit është shumë djallëzore, përkundër kësaj ti e gjen edhe vullnetin, edhe bindjen, edhe dëshirën, edhe gatishmërinë, por je edhe i vendosur që të triumfon mbi gjitha këto intriga, por edhe mbi gjitha sfidat dhe sprovat që ne ballafaqohemi gjatë jetës tonë, e gjejmë edhe forcën, por e gjejmë edhe durimin, e gjejmë edhe vullnetin e mirë për t'i tejkalu dhe për të dalë faqebardh inshallah taala.